Faleminderit që erdhët. Patëm një parashtrim shumë të hollësishëm të temi me gazetarët tanë, Anesin, Fiorelën dhe Ervinin lidhur me fushatën. Ndalojmë tek hapja zyrtare e fushatës, luti. Mesazhet që dëgjuam, qoftë nga Krisla Sivita apo Berisha, çfarë të bëri përshtypje? A pam diçka të re apo kemi le të themi një rutinë të hapjes së fushatave zyrtare? Në fakt dëroj që do të huazoj pak analizën e indritit që kam dëgjuar gjatë pas ditës, do pak shumë tek tem një fushat tradicionale. Elementi i ri i kësaj është vetëm prania e Las Civitas, që do të thënë 2025 është për vetë kushtet që ka kaluar PD-ja dhe personalisht Berisha, do të thënë mund të përbëj lajm, por nuk është ndonjë gjë në kuptimin me mesazhit që ai dha. Në sensin që ishin tre fjali të shkurtra, keni kaluar 12 vite me këto probleme, nuk është kjo ardhmja është Berisha. Por, se çfarë i sjell fushatës, në fakt ai duket më tepër nga postimi që bëri mbrëmë ose në orët e para të mëngjesit. Do të thënë ai është i njohur si thua për fushatën agresive. Dhe duket një farë mënyra që është në terrenin e vet, sepse edhe vetë Berisha e personalizon fushatën dhe është një fushatë agresive dhe ajo çfarë mund të sjellë është disiplina e mesazhit, përpjekja për të nxjerrë votues të rinj apo për t'i çuar njerëzit drejt kutive të votimit dhe si thua vetë Rama i ka ngritur topin me këtë çështjen e simbolikës së bufit, sepse edhe vetë postimi që kishte bërë, më thoni kush është bufi dhe kush është fëmiu, pra tregon që ai ndihet më mirë kur është i provokuar dhe kur ka për të bërë një fushatë negative. Ndërsa hapja e sotme, përveç si themi epitetit tradicionale, kishte dy pamje. Pamja e parë kishte të bënte me si thua çfarë do të bëhet dhe në folësit që ishin përzgjedhur përfaqësonin fermerët, të pastrehet, të rinjt. Më duk se mungonte një si themi një përfaqësuesi, një pensionist, do të thotë që është stres goxha përfaqësuese. Por mesazhi i tyre nuk ishte se çfarë më shumë se çfarë kemi bërë, sepse çfarë kemi kaluar, sepse kjo tashmë dihet, se çfarë kanë kaluar gjatë mandatit apo mandateve, por mesazhi ishte më tepër se çfarë do të bëhet. Ndërsa mesazhi i Zoti Berisha ishte më shumë një kombinim i të dyjave, do të thënë se çfarë do të bëhet dhe më shumë edhe nga që kemi një fushat të personalizuar dhe parti që janë parti liderësh.